Shenjat të cilat nuk mund të regjistrohen si markë tregtare, sipas ligjit janë shenjat të cilat nuk dallojnë nga markat tjera, nuk dallojnë nga markat tjera të cilat janë të regjistruara dhe licencuara, po ashtu edhe shenjat të cilat janë në kundërshtim me rendin publik, po ashtu edhe moralin e shoqërisë. Sistemat e institucioneve të Republikës së Kosovës nuk mund të përdoren në marka tregtare pa një aprovim paraprak nga institucionet, po ashtu edhe markat që është dalloshmëria shumë e vogël me marka tjera të cilat janë të regjistruara, nuk mund të regjistrohen, ka edhe kategori të tjera të cilat nuk mund të regjistrohen nëse nuk i plotësojnë kushtet të cilat kërkohen sipas ligjit për regjistrimin e një marke tregtare.